Vini re vëllezër. Surja Al-Baqara, surja më e madhe në Kur'an. Edhe jemi në muajin e Ramazanit, edhe në muajin e agjërimit, edhe jemi në muajin e Kur'anit. Nga ky ajet, e kuptojmë se e gjinët, shejtanët, Allahu i nxjerr me surën Al-Baqara prej çdo trupit njeriu dhe e shëron çdo besimtar për çfarë do lloj smundje që e ka. Argument të Allahu, wallahu mukhrij, Allahu e nxjerr ma kuntum taktumun, me gjinja në trumet pasin që atje e nxjerr Allahu xhelal. Të ta shohim na. Kur do të a keni vallë ummet të njerëz të shko friu të aj, shko friu të ki. Hiç kurrë mos shko. Çelë surën Al-Baqara. Por çdo ditë lexoje. Kimë pas Allahu ka me ngjall sikur që ngjallët dekmin. Ta nxjerr e gjin. A e ke vallë a ke këtë rrugë gjithë, veç i trullovi njerëzit. Pas ka hin vesh, pas ka hin sin, pas ka hin bark, pas ka hin mëlçi, pas ka hin 40-50 gjinës un po të nxjerr na vëlla. Apo lej këtu tërgovantat, mos anena të nxjerr na. Lej kit komplet, me komplet, lej komplet. Drejtoju Allahu xhelalu. Drejtoju Allahu. Falu, agjëro. Bindju Allahu. Edhe ki bindje mbështetje të fortë Allahu xhelalu, edhe lexoj surën Al-Baqara. Ka garantu njëri që kur në jetën e vet ka rrejt. Hiç asnjëherë s'ka rrejt jetën e vet. Kush ka garantu vëllazër? Ka garantu Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Ka thënë s'ka shejtan që mundet mi dal ball surës Al-Baqara. Të ndëruar xhamatli, një pyetje. A keni pa hafës smut? Me thonë ja po vëdhem krija që ty po vëdhem çati apo tu na s'ka. Sa i surën Al-Baqara e lexon për ditë. Andaj shërimi wallahu mukhrij, Allahu ta nxjerr. Jo veç kaç, do ta shohim nëse çfarë mendon këtu. Thotë wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Keç ka keni mshë ka me nxjerr Allahu. Keç ka keni mshë ka me nxjerr Allahu te bareke ve teala.